vendos për ta larguar zonjën Balluku nga funksionet e saj, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, a ekziston rreziku që kjo të kthehet në një precedent ku pushteti gjyqësor ndërhyn në pushtetin legjislativ dhe ju si Parti Demokratike do ta pranonit këtë lloj precedenti? Disa e komentojnë si të rrezikshëm. Ma shpjegoni nuk ka nëse lloj është i tillë. precedenti të rrezikshëm. Vendimi i gjykatës, kërkesa për pezullimin e ushtrimit nga detyra, është një kërkesë proceduriale penale, parashikon kodi i procedurës penale, pavarësisht detyrës që mund të mbajë zyrtari, dhe në këtë rast, në këtë vendimmarrje, gjykata e posaçme me kërkesë të spakut nuk ka kufizuar asnjë pushtet të ekzekutivit. Pra nuk ka penguar ekzekutivin që të ushtrojë një nga pushtetet e veta. Por i ka ndërhyrë duke i marrë një nga antarët. Jo, nuk ndërhyrë, nuk është ky koncept. Duke kërkuar ta largohet. Tu është diferenca midis masave të sigurisë personale që lidhet me personin në raport me atë të ndalimit të ushtrimit të një funksioni që kushtetuta e një legjislativi do të ishte rënd nëse gjykata një funksion caktuar, kot po themon për shembull, megjithëse edhe këtë ka të jashtëligjshëm, dhënien e lejeve të ndërtimit që e ka mbledhë Edi Rama në një dorë, ja ka marrë pushtetit vendor, tani ushtron vetëm ai vet, me firmë të vet ose me deleguarit për vet, Belinda Balluku firmoste. Këtë pushtet që e ka marrë, nëse gjykata do t'ia ndalonte ekzekutivit në rastin konkret që ta ushtronte, atëherë do të ishte ndërhyrje në kompetenca dhe duhet kishte konflikt kompetencash. Gjykata thotë që unë ta ndaloj ushtrimin e kësaj kompetence. Ekzekutivi thoshte mua ma jep kushtetuta ushtrimin e kësaj kompetence. Në këtë rast do të ishte gjykata kushtetuese që do zgjidhte këtë konflikt kompetencash. Gjykata kushtetuese nuk mund të zgjidhë çështjet e masave të sigurisë individuale, se ato trajtohen me kodin e procedurës penale. Ka gjithë tagrin gjykata. Kodi që Edi Rama ka miratuar, që unë burë që miratuam kodit ligjit dhe reformës në drejtësi, autorizojnë gjykatën që për cilin do zyrtar të këtij shteti, duke filluar nga Edi Rama vetë dhe duke përfunduar të punojë si më i thjeshtë, gjykata mund të aplikojë nëse ka dyshime të bazuara mbi fakte, këtë lloj mase sigurie që është ajo e pezullimit të ushtrimit të detyre përkohësisht, për sa kohë nuk ka një vendimmarrje të formës prerë. Halli tani është që Edi Rama pikërisht këtë precedent ka frikë. Ka frikë që nëse ky precedent aplikohet ndaj zëvendës kryeministres, mund të aplikohet ndaj kryeministrit. Nuk do ta ndaloj gjykatën nesër që ta aplikohet ndaj kryeministrit. Dhe nëse kjo do të ndodhte, kaq banale kjo gjë. Po, dhe nëse kjo do të ndodhte, vendi në fakt nuk do të shkonte në kaos? Pra ne nuk do të kishim një kryeministër të pezulluar. Si e mendon Edi Rama funksionin e kryeministrit, që ti je kryeministër është licencë të vjedhësh pa e sa pasuritë e këtij vendi, mos japësh llogari vetëm se je kryeministër. Teknikisht e kanë fjalën. Pra në momentin që pezullohet një kryeministër me kërkesë të pushtetit do gjykata asnjë funksion kryeministrit, funksion kushtetues, por e ndalon duke i ndaluar ushtrimin e detyrës që të në rastin konkret, siç ishte shprehur gjykata, që të ketë mundësi të prishi provat, të ketë mundësi të vazhdojë me vjedhjet dhe me shpërdorimin me vepra penale për të cilat akuzohet, e ndalon që të shmanget drejtësisë e gjëra të tilla. Pra praktikisht nuk bën dot më rolin e kryeministrit. Vendi nuk do shkonte në zgjedhjet parakohshme për shembull. Vendin e kryeministrit e koncepton si një vend në cilin ke licencë të pakufizuar për të vjedhur, për të shpërdoruar buxhetin e shqiptarëve, për të mbrojtur me votë banditët që i kërkon drejtësia. Atëherë ka keq kuptuar, ka keq kuptuar pozitën e kryeministrit dhe halli është joni, pastaj halli është i shqiptarëve, nuk është më halli i tij. E kuptoj, e kam teknik ose juridike çështjen. Pra, në rastin e zonjës Balluku, ajo mund të zëvendësohet apo jo. Po në rastin e kryeministrit do të duhen zgjedhje që të rizgjidhet një njeri tjetër në atë pozicion. Çfarë pengon një majorancë solide që të propozojë kuvendin një kryeministër tjetër? Pas zgjedhjeve. Ai kanë 83 votë. Pra kryeministri nuk do të thotë që ikën kryeministri, mund të shkojë edhe në burg nesër Edi Rama, në teori, majoranca solide, thotë kam një majorancë solide, 33 mandate në parlament, mund të propozoj një emër tjetër, kryeministër tjetër, ligjërisht të zgjidhur nga pikpamja kushtetuese, s'ka asnjë problem. Atëherë ku qëndron vështirësia? Pse gjykata kushtetuese kërkon mendimin e Venecias për këtë çështje? Kur ndërkohë mund të jetë kaq nuk di çka ketë kërkuar, nuk e ka kërkuar zyrtarisht. Ka praktika që gjykata kushtetuese kërkon amicus curia për mendim këshillimor, jo detyrues nga Komisioni i Venecias. Kjo në fakt në teori duhet të jetë për çështje të një rëndësie ose të një komplikimi të jashtëzakonshëm kushtetues për cilin nuk ka dhe jurisprudencë, por nuk ka rrugë të shkelur gjykata kushtetuese. Nuk besoj që është ky rasti, sepse kjo çështje është krejt e qartë për një jurist që shikon me sadopak objektivitet, se të vinë profesorët të kryeministrit, patjetër do thonë që është fundi botës tonë. Po vajti Belinda Balluku në burg ose po vajti Edi Rama, kolapson Shqipëria, i bien sigurisat. Në fakt nuk është ashtu, është shumë herë më thjesht.
Dhe besoj që momenti procedurial gjithashtu ka kaluar, gjykata kushtetuese nëse do ta bënte këtë gjë, do ta bënte në fazën e shqyrtimit për të marrjes provave dhe përpara mbylljes së shqyrtimit të çështjes. Tashmë nga informacionet që kam unë, se s'kam qenë seancë, gjykata kushtetuese ka mbyllur çështjen, pra i ka marrë gjitha provat, ka dëgjuar palët, e ka marrë çdo informacion që i nevojitet dhe është tërhequr për vendim. Në këtë fazë, nga pikpamja procedurale, nuk mund t'i drejtohet dot më gjykatës kushtetuese. Nuk e di nëse do bëjnë ndonjë shpikje pastaj. Ju mendoni se vendimarrja do të ndodh brenda në kufit e 30 ditëve apo tani shpejt? Unë mendoj që vendimarrja duhet ishte marrë, është një çështje tejet e qartë nga pikpamja kushtetuese dhe nga pikpamja qëndrimeve që kanë mbajtur gjithë institucionet e përfshira në raste analoge. Kuptoj peshën e presionit që i bën politika, që i bën maxhoranca, që ja bën vetë Edi Rama, ku në ato podcastin e tij të përjavshëm ngre dhe ul gjykatën kushtetuese, merret vetëm me gjykatën kushtetuese, duke e urdhëruar praktikisht se çfarë vendimi duhet marrë. E kuptoj dhe këtë lloj presioni, por është koha që gjykata kushtetuese të japë më në fund një shenjë që arrin të ngrihet në lartësinë e detyrës e pritshmërisë që kanë shqiptarët dhe partnerët që e kanë mbështetur gjykatën dhe të marrë vendime në interes të Shqipërisë dhe të balancës institucionale. E kuptoj. Nuk e di nëse ndoqët ngjarjen e ndodhur me tunelin e Murrizit, i cili ka pësuar çarje